O shalë hoqë dhe një pytje. Esselamu alaikum, hoqë, Allah të ndëroft. A e dëpësën shpërblimin e itikafit, gibeti gjatë itikafit. Allah të shpërbleft, esselamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Do të diskutojmë se gibeti me mol njerëzit në përgojë, me përgoju njerëzit, me folë për të tjerët. Kur ata nuk janë prezent, është gjuna. Dhe nuk është gjuna i thjesht, është gjuna i madh. Që është gjuna i madh, ndikon edhe në ibadete. Nëse jemi agjërueshëm me bën gibet, ndikon në ibadete. E dobëson agjërimin. Edhe pse nuk e prish. Nëse jemi itikaf, që ndrim xhami, s'ka dyshim se dobëson. Për shkak se itikafi është për me bëj ibadet Allah subhanahu wa taala, nuk është për me tash Allah na ruaj se shejtani të mashtron. Ta vaftë vosh me vog gibet me fol nëse jemi dikash me fol për dikon. Allah do të ka 4000 kilometra me bos se vog në çaupo për shembull, çet të çndreshi me filoni që është ashtu, filoni që është ashtu, filoni që është atë. Edhe në tikaf. Tash vim i dom gjonat e tona keq, vjen të fol. Ai që shton atë na, që shton atë na. Është mirë me rujt gjuhën, për shkak se ka dhënë shumë hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për rrezikun e gjuhës. Për tyre pejgamberi sa ka thonë më shumë që i çon njerëzit në xhenem është gjuha. Më shumë ti pse shkojnë njerëzit në xhenem se kanë fol. Pse s'ka fol? Rrot bën vakia. Ose sigur kanë përmend dietar të marrët kur kanë thonë nuk kemi pendu pse nuk kena fol. Gjithmonë kemi pendu pse kena fol. Se kur të folsh, bëhet ajo që bëhet zarar. Për atë në pas kujdes të çështja e liruetit edhe në përgjithësi, për jetën, mos me fol për njerëzit kur nuk janë prezent, se shumica e fitneve, shumica e zararit bëhet kur folet nëse nuk janë njerëzit prezent. Nëse kemi thonë diçka ti na thëre, tash mos i është e lehtë rroti vlla që shëthue, që kjo përdum dhe thonë se po më hanë barkë se dhe thonë dikun më shef, këta thonë ty direkt, edhe se dikush shtiruat, se që është e ka probleme me vetë. Por, duhet më pas kujdes. Edhe në itikaf, po edhe është itikafit, në Ramazan, çështje të tjera kretë me ibadete, me shfrytzu këtë ditë për ibadet, jo me shfrytzu për në fort për të tjere, dhe kullu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu li kulli dhanbin, innahu huwal ghafurur rahim.